2 në çdo 10 çifte në vendin ton po përballen me infertilitetin, ndaj një pjesë e tyre po e gjejnë zgjidhjen tek fertilizimi in vitro. Prej 2 vitesh, afro 200 çifte janë nështruar këtij procesi në maternitetin Koço Glozheni me financim 100% nga shteti. Drejtori Genci Hyska thotë se kërkesat janë të shumta, por rastet përjashtohen nga kriteri i moshës. Që prej vitit 2024 kryhet procedura e IVF-it, e fertilizimit in vitro. Kërkesa në total kanë qenë 531 paciente, nga të cilat 295 janë regjistruar dhe kompletuar me analiza janë 103 paciente. Pjesa më e madhe nuk kanë pasur dokumentacionin e plot ose nuk kanë plotësuar kushtet. Mosha aktuale e pranimit është 42 vjeç pa 6 javë. Ata që janë bërë pjesë e këtij programi po korrin edhe frytet e tij, pasi përqindja e suksesit për mjekët ka qenë e kënaqshme. Përqindjen e suksesit neve sot që po flasim e kemi 44%. Kanë ardhur 22 bebe, nga të cilat janë 9 vajza dhe 13 djem. Kemi pritje të ëmbël për të bërë nëna. Janë afro 10 milion lekë të vendosura në dispozicion për çiftet të cilët mund të përfitojnë nga ky proces. Për të 2 vitet janë akorduar nga 25 milion lekë të reja. Nëse do kemi rritje të kërkesave dhe të rasteve që i plotësojnë, kriteret ministria dhe qeveria janë të hapura për të shtuar këtë fond. Janë një sër faktorësh që po ndikojnë në infertilitetin e çifteve në Shqipëri, si mosha e madhe, përdorimi i alkoolit, substancave narkotike, por edhe faktor ambiental e gjenetik.